Gjykata e Veronës ka urdhëruar kryerjen e hetimeve shtesë lidhur me një padi për shpifje të ngritur nga kompania Meral SR ndaj ish-kreut të prokurorisë së posaçme Spak Altin Dumani, pas sekuestrimit dhe më pas revokimit të pasurive të familjes Çela në Itali, raportojnë mediat italiane. Çështja e ka zanafillën në korrik të vitit të kaluar, kur një hetim i përbashkët mes prokurorisë së Tiranës dhe Guardia di Finanza çoi në sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 4 milionë euro në Verona. Sipas autoriteteve shqiptare, dyshohej se pronat ishin blerë me të ardhurat të përfituara nga aktivitete të paligjshme, përfshirë trafikimin e kokainës. Megjithatë, më 4 gusht, gjyqtarja italiane e hetimeve paraprake Paola Vacca revokoi vendimin për sekuestrimin, pasi dokumentacioni paraqitur nga mbrojtja sipas vendimit gjyqësor tregonte se fondet e përdorura për blerjen e pasurive rriten nga aktivitete të ligshme ekonomike. Gjykata konstatoi gjithashtu se nuk rezultonte që antarët e familjes Çela të kishin precedent penal. Pavarësisht revokimit të sekuestrimit, kompania pretendon se ka psuar pasoja të konsiderueshme financiare, pasi llogaritë bankare u bllokuan, kreditë u pezulluan dhe aktiviteti i saj ekonomik u dëmtua. Përfaqësuesit ligjor të Meral SRL ngritën më pas një padi për shpifje ndaj Altin Dumanit, duke pretenduar se deklaratat publike të bëra gjatë prezantimit të operacionit kanë dëmtuar reputacionin e kompanisë dhe të familjes Çela. Prokuroria e Veronës kishte kërkuar pushimin e çështjes, por gjyqtari i hetimeve paraprake Enrico Zuccon nuk e pranoi këtë kërkesë në këtë fazë. Ai urdhëroi kryerjen e hetimeve plotësuese dhe i dha prokurorisë 2 muaj afat për të verifikuar dokumentacionin e përcjell nga autoritetet shqiptare. Sipas vendimit, autoritetet italiane duhet të sqarojnë nëse në momentin e transferimit të materialeve hetimore, Spak ishte në dieni të vendimeve që rrëzonin ose e pushonin akuzat ndaj familjes Çela dhe nëse këto informacione ju komunikuan autoriteteve italiane. Nga ana tjetër, mbrojtja e Altin Dumanit ka kërkuar pushimin e padis, duke argumentuar se ajo lidhet me hetimet që Spak po zhvillon ndaj grupeve të krimit organizuar dhe nuk përbën bazë për përgjegjësi penale ndaj prokurorit. Aktualisht çështja mbetet e hapur dhe pritet që pas përfundimit të hetimeve shtesë, dosja të rikthehet për shqyrtim në gjykatën e Veronës. Shkrimi i plot. Duhet të kthehemi në fillim të korrikut të vitit të kaluar, kur një hetim i përbashkët midis prokurorisë së Tiranës dhe Guardia di Finanza kulmoi me sekuestrimin e pronave me vlerë 4 milionë euro. Sipas teorisë së prokurorit të Spak Altin Dumani, një ndërtesë e tërë në Via Murari Bra, që përmbante 30 dyqane dhe zyra, si dhe një kompleks në Nogarole Rocca, ishte blerë nga Meral SRL në pronësi të familjes Çela, duke përdorur para nga trafikimi i paligjshëm, veçanërisht trafikimi i kokainës. Si një gur i hedhur në një pellg, lajmi u përhap dhe llogaritë e kompanisë u sekuestruan, kredia ju mohua dhe u ngrin. Shkurt, asete me vlerë miliona euro u ngrin, por një muaj më vonë, më 4 gusht, doktoresa Paola Vacca, e njëjta gjyqtare hetuese që kishte urdhëruar sekuestrimin bazuar në informacionin e dhënë nga Policia Financiare dhe Prokuroria Shqiptare, erëzoi urdhrin e saj dhe urdhëroi lirimin dhe kthimin e gjithçkaje pronarëve. Dokumentacioni ofruar nga avokatët e zotit dhe zonjës Çela, Bergamini dhe Krea, tregoi se çdo euro ishte fituar në mënyrë të ligjshme, përmes aktiviteteve të ligjshme biznesi dhe më pas ishte investuar. Asnjë nga antarët e familjes nuk kishte ndonjë të kaluar kriminale, madje asnjë gjop parkimi, dhe më e rëndësishmja, ndryshe nga ajo që u pretendua gjatë konferencës për shtyp të mbajtur në zyrën e prokurorit nëpërmjet lidhjes video me Altin Dumanin, jo vetëm që nuk kishte dënime, por as ndonjë hetim kundër njësisë familjare që kishte rezultuar në një dënim, e aq më pak për vrasje, siç u spekulua aso kohë. Në fakt vetë Spak në Shqipëri dhe konkretisht prokurori Dumani i kishin hequr akuzat për pastrim parash, të cilat më pas ja kishin dërguar Italisë. Pavarësisht lirimit të sekuestros dhe dërgimit të dokumentacionit të paraqitur nga avokatët në prokurori nga ana e gjyqtarit hetues për një shqyrtim të akuzave, në këtë rast pastrim parash, gjë që nuk ndodhi, problemet financiare të kompanisë vazhduan. Pavarësisht lirimit të pronave, bankat kanë mbyllur llogaritë e tyre dhe humbja operacioneve bankare kanë ndikuar në menaxhimin financiar, duke përfshirë zyrat në Via Murari Bra, të cilat kanë mbetur pa mirëmbajtje, duke shkaktuar një sër ankesash nga qiramarrësit. Gjyqtarja Vacca gjithashtu hodhi poshtë kërkesën për zgjatjen e hetimit, duke argumentuar se nuk kishte arsye për të vazhduar hetimin, veçanërisht duke patur parasysh gjetjet e palëve të interesuara, sepse nuk kishte regjistruar asnjë euro e fituar në mënyrë të paligjshme. Pasuria e familjes Çela rrjedh nga menaxhimi i tregut të Elbasanit dhe zgjerimi i tij i mëvonshëm, i vendosur nga kryetari i bashkisë, i cili pa fitime të 10 fishoheshin. Ata gjithashtu blen aksione në një kompani, Rruga Asfalti, e cila ndërton diga, tunele, ura dhe autostrada në Shqipëri dhe vende të tjera të Ballkanit. Kompania ka një kapital prej 10 milionë eurosh dhe punon me qeverit, jo me individ privat, për të ndërtuar një hotel. Aksionet më pas shiten rregullisht me një çmim më të lartë se sa ishte paguar fillimisht,
por siç vuri në dukje gjyqtari hetues, kjo është një praktik normale biznesi kur partneri tërhiqej, shkurt, i pezulluar në arrest për 1 vit, por në prag të ferrit. I acaruar nga ajo që ndodhi në Verona, përfaqësuesi ligjori Meral SRL ngriti një padi për shpifje kundër kreut të SPAK Altin Dumani, një ankesë për cilën prokuroria e Veronës ka kërkuar pushimin. Disa javë më parë u mbajt një seancë dëgjimore para gjyqtarit të hetimeve paraprake Enrico Zuccon, i cili në listën e kundërshtimit të paraqitur nga avokatët dhe arsyeve të përfshira në dekretin që revokonte sekuestrimin e pronave, i dha prokurorisë së Veronës 2 muaj kohë për të kryer disa hetime të nevojshme. Së pari për të marrë dokumentacionin e transmetuar nga Tirana autoriteteve gjyqësore italiane, së dyti për të marrë informacione se prokuroria shqiptare në kohën e transmetimit të dokumentacionit ishte në dieni të pushimit, revokimit ose vendimeve të tjera që nuk përputheshin me akuzat, domethënë se familja Çela ishte e përfshirë në trafikun e kokainës dhe se kishte pasur dënime, e mbi të gjitha, nëse këto vendime ju komunikuan autoriteteve gjyqësore italiane ose të paktën u përmendën në dokumentacionin e transmetuar nga Tirana. Ky verifikim bazohet në parashtrimet e avokatëve, përkatësisht për kthimin e certifikuar të regjistrave penal, të cilët nuk tregojnë asnjë provë për ndonjë krim kundër familjes Çela, ose më saktë, se ata nuk kanë të kaluar kriminale dhe dënimet me të cilat prokurori shqiptar kërkoi dhe mori pushimin e të gjitha hetimeve kundër tyre në Shqipëri në lidhje me sjellje të palishme. Avokati mbrojtës i Dumanit, megjithatë, i ka kërkuar gjyqtarit hetues Zuccon të pushojë çështjen, duke argumentuar se padia është paraqitur për të ngritur padi ndaj prokurorit shqiptar në lidhje me disa hetime për krimin e organizuar që ai po kryen. Aktualisht, çështja nuk është pushuar, por nevojiten hetime plotësuese. Ata do të kthehen para gjyqtarit hetues pas 2 muajsh.